ti nuk je I blokuar. Ti tashmë veç je mësu me kafazin. Kurthi nuk është gjithmonë I dukshëm. Nuk ka zinxhir që tingëllojnë edhe bëjnë zhurë. Kurthi gjithmonë nuk ka mure që duken. Por është aty, është në zakonet tua që të mbajnë ty në vend. Është në menimet tua që të thonë nuk mundesh. Është në rahatin tone që të mpin edhe ëndrat më të bukura tua. Edhe çdo ditë që ti qëndron aty, bëhet më e lehtë dorëzohesh se sa të luftosh. Por të lutem, ndëgjo me kujdes. Kurthi më I rrezikshëm nuk është ai që ty të marrë mrena. Jo. Është ai që ty të bind se nuk ka dalje, nuk mundesh më shumë, nuk ka rrugë tjetër. Sa herë I ke thonë vetes, a është kjo jeta ime, a jam ky unë? Sa herë ti ke zgjedh sigurinë momentale për mi mundësinë për ma mirë e për ma shumë? Sa herë ke hesht, jo veç gojen, po edhe zërin tanë mrena teje që vërtet, për ma shumë, për ma mirë. E vërtet është kja. Dera, gjithmonë ka qenë e hapun, ka qenë jashtë. Po kur e hapa derë, dalja kërkon diçka. Diçka që shumë njerëz nuk janë gati ta japin, të marrin përgjegjësi për vete, për jetën. Sepse sa po dalësh, nuk ka më justifikime. Nuk ka më këta fajsosh. Jo, je veç ti përballë mundësisë që tu ka dhënë. Edhe e di kjo ty duket e frekshme. Jo. A e di çka është më e frekshme? Të kalosh vite e jetë të jetu një jetë që nuk të përket ty, një jetë që nuk jeti. Dalja prej kurthit fillon në momentin kur ti thu mjaft, boll, s'du më kështu. Du më shumë. Mjaft më me frikë. Mjaft me një version të vetës që nuk jam I vërteti. Nuk ki nevoj me bone far hapi gjigant, jo, ti ki nevoj për një hap shumë sinqert. Një vendem, një veprem sot. Për të çliru. Për të fitu lirin. Sepse liria nuk është diçka që ty t'jepet. Liria merret, fitohet. Çdo hap që ti e bën jashtë kurthit, është një hap drejt vetes tonë më të vërtetë. Kurthi funksionon veç kur ti qëndron aty. Tash çu del. Del jo kur ti je gati. Jo pse je gati, jo, po sepse je lodh, tu mos qenë I lirë, tu qenë në kafaz.